Ma në men ciklin e dytë. Ta pyes Agronin, sa ka qenë e vështirë për shembull me përmbledh në një përmbajtje të plot prekazin, meqense kemi episodin e parë ekskluziv, se xhirimet bëhen shumë orë, po kur vjen produkti final është një farë orari, një farë termini që duhet krejt brenda 30 minutave, për shembull me i selektu çka me qitë. Adin që shune, ka koqës që më konë prekaz, adin, edhe ishin botë do renovime, do gjona të mira, edhe kur shku me aty drejtonin tash në qëtë ven, ma shumë se 10 minuta material s'kena me mujtë me përmbledha, po kur fillun gjirimet, kur fillun me detajet, për shembull bunkerin e Adem Jashorit në Alp, unë s'isha konë erë, edhe s'kisha një për to. Sinqerisht, Kira parë që shku. Edhe shku mu lodhëm kogja mas parit dhe të një tregu. Mos i tut vizitor të i. Jo. Janë shkollë, infrastrukturë. Ishin shkollë, po duan gjives që kësha preferu me shku dhe në altë. E këshim problem na pak gjenerata jonë edhe jetën në njërën e jetës që Mëse si që është plak diton ka dollë. Njërën e jetës, dhe cigarja shumë aktiv në cigare, e ke pak, po shtegu është, kur mbrin atje, që bo është një me historinë të madhit tonë Adem Jashari, be të vërtet, është emocion i jashtë zakonshëm, edhe është gjyna mos mi po ato vene, mos mi po na. Prekazi është meka e shqiptarve, është epicendra e shqiptarve. Na zbon pa shku aty, edhe për me po, po na e kemi obligim edhe me bo homazhe për atë familje të madhe legjendare, dhe gjitha ta që kanë qenë aty. Për mos me shpalu krejt episodin, duhe alan atë pikën e kuriozitetit shikuesve tonë, epizoda parë veç nga tërgoj që është me prekazin.